Moskës pas një hapësirë manovrimi, po I shuaj. Po edhe mund ta quajmë edhe kështu, por në fakt Serbia ka qenë gjithmonë që ka luajtur me dy, domethënë si qenxhi I mirë të këtyre dy nana, vazhdimisht ka tërhequr dhe ka pasur interese në Moskë, po ashtu fytyrën e saj ka të drejtuar nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian, por edhe me Moskën nuk ka marrëdhënie aq të mira, kurse sa I përket Bashkimit Evropian, po Bashkimi Evropian ka pas në fakt edhe fajet e veta për dekada me radhë, jo thjesht të kohët e fundit apo këto vitet e fundit, por e ka mbajt si çuni I jerkës, e ka mbajt Beogradin vazhdimisht, por me sa duket tani kur tensionet janë larta Washington Bruxelles, në këtë aspekt Bashkimi Evropian, pra Bruxelli kërkon që të ketë një strategji krejt ndryshe, ku I thot haptas Vučićit dhe Beogradit që tashmë me ne ose me armikun, pra ose me Moskën, por se si do të jetë gjithë unioni në këtë këndvështrim, a do të përkrahë unioni këtë këndvështrim të Brukselit, kjo le për të dëshiruar, sepse si dihet nuk kemi një Europë, pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Europës, por kemi Bashkimi Evropian, I cili çdo shtet përsëri ka të drejtën e vet të jetë domethënë kundra parimeve të Brukselit, ku këtu mund të shohim për shembull Hungarinë apo edhe të tjera që janë Bashkimin Evropian, dhe vjen edhe rastin Serbia, po ashtu edhe kriza e mrenshme, politikat e mrenshme, problemet e mrenshme, protestat e mëdha që janë për të rrëzuar, domethënë prej vitesh për të rrëzuar Vučićin, ende nuk kanë dhënë atë që kërkon Brukseli, dhe në këtë aspekt dëshirat e Brukselit nuk janë që do të shohim një politikë krejt ndryshe strikte ndaj Beogradit, por më shumë janë për të fituar kohë, sepse siç e thash edhe pak më parë që ky Vučić, pra që Brukseli akuzon se është me Moskën, njëjtën kohë armët e Vučićit përvrasin ushtarët rusë në Ukrainë. Pra ditë përdori manevra shumë të jashtë diplomatike, mund ta quajmë ne Vučićit, dhe në këtë arsye ata të Brukselit nuk janë se do të kenë nuk ka rast si bombë mes Beogradit, pra ata dihen, dhe kështu që Vučić ende vazhdon të jetë po ai që ka qenë. E qartë, së nga ana tjetër, Marta Kosta I shuajtit po pranueshme marrjen e shtetësisë serbe nga qytetar rus të sankcionuar, pra një praktikë që Brukseli e sheh si shmanget hapur të masave europiane kundër Rusisë, dhe kjo nga ana tjetër mund të interpretohet dhe si sfidë drejt për drejt e Beogradit ndaj Bashkimit Evropian, dhe sa e rrezikshme është këtu pra për procesin e zgjerimit që Serbia po shndrohet në një port alternative për individët e bizneset rus të goditura nga sanksionet. Por nëse shohim politikën që nga ish Jugoslavia të Slobodan Miloševićit, por sot Vučićit kanë ndjekë të njëjtën metodë, pra janë shumë fitimprurëse për Beogradin, domethënë të shqetësi që I jepen njerëzve të sankcionuar, sepse bëhet fjalë jo për milion, por për miliarda dollar apo euro, dhe në këtë aspekt se sa do të jetë Europa, domethënë si do të ecin me negociatat me Serbinë, kjo do ta shohim në ditën e vijim, por kjo është një strategji jo thjesht e Beogradit, por normalisht që si mund ta quajmë racës së vet, pra racës slave, e cila është në Bashkimin Evropian ose ka vazhdon negociatat në Bashkimin Evropian, shumë shtete, jo vetëm Serbia. Pika kryesore këtu domethënë është që ato njerëz që kanë sanksione pra për shkak të luftës apo të pushtimit rus që vazhdon të bëjë në Ukrainë, por këto ndoshta nëse vazhdojnë negociatat dhe nëse bëhet fjalë për një anëtarësim të plotë të Serbisë, këto do të jenë pro-europiane, sepse siç gjithë njerëzit që kanë sanksione, Europa tashmë po debaton që të përdoren për rizhvillimin dhe rikthjelljen e Ukrainës, pra ato para që do të vinë nga ato njerëz që nëse futet në Bashkimin Evropian, Serbia këto do kalojnë në anë tjetër, por a do të jetë kjo vetë ajo qëllimi I Beogradit, kjo nuk I dihet, sepse të paktën në Europë vazhdojnë negociatat për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë, pra mes Ukrainës dhe Rusisë, ku Europa ka një fraksion shumë të ndryshëm me atë Amerikës, por gjithsesi nga që janë bërë tavolinat këtu edhe mund ta quajmë domethënë edhe lobi serb në Europë, jo se mund ta anashkalojmë, domethënë ka një
pesh të veten, ku dhe këto sanksionet të njerëz që janë të sankcionuar dhe jep shqetësi Beogradi ndoshta mund të jetë një strategji krejt ndryshe nga ajo çfarë të paktën shohim në prononcime zyrtare të Brukselit. E qartë, nga ana tjetër, Sokol, Brukseli kërkoi dhe ndalimin e retorikës anti-europiane nga politikanë serb dhe rikthimin e besimit tek qytetarëve, pra që është më e rëndësishmja, të cilët sot i besojnë Bashkimit Evropian më pak se më parë. Dhe kjo tregon edhe një krizë të thellë besimi pra në marrëdhëniet BE dhe Serbi. Dhe pyetja lind se ka humbur tashmë Brukseli narrativën në Ballkan dhe duke i lënë hapësirë ndikimit rus në gjithë opinionin publik serb. Po, kjo ka qenë, në fakt, kështu ka qenë, por qoftë edhe për serbet, ku edhe ti, por edhe unë, dhe më thanë, njohim serbë, kemi shok, kemi kolegë kanë që bisedoj, që flasim për të, me vërtet që besëshmëria e serbëve ndaj Bashkimit Evropian nuk mund ta quajmë që ka rënë, dhe më thanë, në masë, por politikat racistet Vučićit dhe për të qëndruar vetë në qeveri, këtë lloj letërsish bën, domethënë Vučićit, duke quajtur që të gjithë janë armiqtë e Serbisë, por në fakt i vetmi qytetërim që mund të jetë edhe për serbët, që mund të jetojnë në paqe dhe jo ato që kanë bërë në të kaluar qoftë në Bosnjë apo në Kosovë, duhet të thrasin mend që thënë, por me ata politika që ka Beogradi dhe nëse nuk arrihet që të ndryshojnë dhe më thonë presidentin e tyre dhe qeverinë e tyre, atëhera këto edhe në vite me radhë do të kemi të njëjtat propagandat e Beogradit, por edhe të njëjtat kundërthëniet e Bashkimit Evropian për këtë, se duhet ditur se Ballkani nëse arrihet domethënë që të jemi në një bashkim evropian, që kjo është e pashmangshme, nëse Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë, edhe pse ka shumë mendime të ndryshme që do të kemi një bashkim evropian pas 2030-s, është tjetër e punë, por gjithsesi është i vetmi, që më ta quajmë i vetmi union politik që mund të arrijë të jetojmë, domethënë në një fqinjësi shumë të mirë, domethënë të gjithë racat e Ballkanit, por edhe të Europës, siç është vetë projekti evropian, ku dihet shumë mirë që në luftën e dytë botërore, pas suksesit të dytë botërore, ato shtete që luftuan me njëra tjetrën u arritën të mbi themelet kryesore të bëjnë një union, kështu që edhe Serbia, pavarësisht saj politike të keqe dhe politikë bërësve që janë raciste dhe janë gjenocid bërës, gjithsesi besoj që në të ardhmen edhe mund të ndryshojmë edhe mendimi i popullit, por mendimet e Beogradit, pra të kësaj qeverie, as që bëhet fjalë të ndryshojnë, sepse vetë Vučić ka treguar që prej 3 dekada më radhë, jo vetëm ditët e sotme. E qartë. Mirë, Sokol, nga ana tjetër, Brukseli ka theksuar se anëtarësimi vjen me angazhim të dyanshëm dhe me standarde. Pra këtu përfshin pavarësinë e medjave, mbështetjen e shoqërisë civile, harmonizimin me politikat e Bashkimit Evropian dhe Serbia